Më njerë pas lirimit nga policia e Kosovës, Qëndrim Kryeziun e kemi në studio kandidatin e PDK-s për deputata për këto zgjedhje. Mirë se erdhe, Qëndrim. Mirë se vëzjetëm. Faleminderit që je këtu. Ne kretë në fillim kemi diskutuar gjitha të që ndodhi, kemi parë edhe video se si ndodhi dhe diskutimin që kishit me policin, po natyrisht jeni këtu dhe pyetja parë është çka ndodhi, Qëndrim, sot? Na ishim duke shku drejt një vendit ku kishim lënë një takim për në fushat, dhe aty pash policien të pompa dajës babës tim. Dhe në ala me pyet, thash se çka ka ndodhur? Tha na ardha me Renu. Thash çish me Renu, thash a keni lajmëruar ne kanë. Keni pyet ne kanë me hi me Renu, thash se ta dajt babës e kam. Thash na s'kem asnjë letër, thash që duhet më Renu, thash se na kishim Renu vet. Thash na në proces gjyqësor, thash do të na treguam ku është problemi, çka është problemi, thash edhe nëse vjen për më Renu, na rënojnë para juve. Tha ka mundësi një dokument identifikimi, me ditë me kom po flasim. U ktheva në veturë, mora dokumentin e identifikimit, ja tregova asaj policës që merrte në pyetje dhe aty ajo tha largohu të vetura, largova të vetura, tha trasim për pak. Tha çka e ki këta, thash, dajt babës. Tha dajt babës, tash është orë, thash, bëtë si bib, thash da e bib, thash edhe vjen, thash edhe ju tregon, thash çka ka të ka, thash, po nuk bëm janë nis punës me Renu. So tash na kemi investu këto, tash e kemi familjar tonin, tash edhe në punë është një biznes rreth 2 milionera me prishën veç pse të ka tek. Edhe plus leja është marrë në kohën e vetëvendosis aty. Është marrë për Xhelal Feqlis. Dhe aja na ka dhënë lejen në atë vakt për më punu dhe na theke veç të një punë një lumt, kraje lumt që po keni parë me investu. Edhe sot ti po qohesh për merr një vendim, pa marrë vendim gjykata, pa marrë urdhër gjykata, që është urdhëron një kompani me prish. Pra, familja juaj s'ka pranuar asnjë dokument nga gjykata se duhet bëhet rënimi. Vetëm vendimin e shkollës gjykatës kalumet që të ndalet puna, që e kemi respektu. Ti vihet drynia, siç është thënë atëherë, dhe të pritet vendimi se çka do të bëhet me objektin. Dhe ne e kemi respektu vendimin e gjykatës, edhe kemi pritë, kemi mbyll 25 punëtor, i kemi largu prej punës, 25 punëtor kanë marrë rrugën për në Evropë, pjesa më e madhe janë në Gjermani dhe në Itali. Dhe sot kjo nuk është në rregull, na vend se me thirrë investitor marrë në Kosovë, na kemi të lashe me biznes këto. Çka ndodhi pas arrestimit? Dhe po ta tregoj edhe pjesën tjetër, sepse duhet ta di edhe opinioni. Policia u kthy mrapa, edhe tha, zotni tha, jërë tha të na incizu, thash edhe. Thash, çka ka lidhje që ka jenë të na incizu, thash, ti du të ma dhoni një letër që po ta kërkoj, ose me pri dajen. Thash, unë jam, thash, përfacusi dajet, që ku e ki dokumentin, ma jep një letër, dhe të vjen daja, ose, pret një thash, po shkoj pjo marrë diçka me pi, nëse jeni zhegi, thash, tomve, thash, edhe punëtorë dhe krejt, thash, edhe ditën ja u paguj, thash, nuk është problem, kompanijës cila ka me Renu, thash, po veç ta shumë i vendimin e gjykatës. U kthy mrapa, bisedej ke me dikon në telefon, edhe thoj ke, veç do të mu largu. Thash, unë nuk jam të pengu. Po, kjo është momenti Qëndrim, që ne e shohim në video, pra, po ajo që ka po kuptojmë ne, që përpara kësaj video, ka pasur edhe shumë diskutim të tjerë. Po, 3 diskutime që... A ka pas një lloj tensioni para prakisht? Jo, absolut, policia e sjell gjithë mënyrën më të mirë të mundshme. Jo, edhe nga ana juaj, mbas. Jo, as nga ana ime, as nga ana tyre, policia e sjell mënyrën më të mirë të mundshme. Vetëm që ka qenë hera 4 të diskutimit me këtë policën këtu, e cila ka marrë një urdhër pastaj pi dikujna. Pas telefonatës është kërkuar arrestimi. Pas telefonatave të sajna është urdhëruar shoqërimi im në stacionin e policisë. Edhe pse ty dukej spontane, Qëndrim, sepse ju kërkoj që të largoheni të dilni jashtë nga shiritat, për shkak se nuk lejohet askush të jetë brenda shiritave. Jo, kur jam hyrë s'ka pas shirita. Kur jam hyrë nuk ka pas asnjë shirit. Po këtu të kërkon me u largu dhe ti thua po ma trego arsyen pastaj largohem. Këtu më ka thirrë policia, që janë incizimet, më ka thirrë. Tha, merë veturën, tha dhe del jashtë, tha se na dojna me fillu punën. Thash, ti fillo punën, thash edhe na kena me të nimu, nëse ti ki të drejt, thash na kena me prish para te ato, veç bëma vendimin e gjykatës. Na nuk jem të kërku një gjatë që zbohet. Po na e vendimin e gjykatës, edhe na e prishmi para ju, s'keni nevojë me shpenzuje. Ky diskutim ka qenë vetëm me këtë policën? Vetëm me këtë policën. Bile kem e thirrë edhe një përfaqësues të kompanisë së rënimit, si inspektor. Unë mendova që është inspektor, edhe kur më pyeti, thash, jo, në cilësinë e kujna jeni që po prezantoj, tha, jo, tha, njëm punë kryse, tash, punë kryse nuk kam laf. Atëre, jo, aludoni që ky arrestim dhe që erdhi pas kësaj telefonate, ka një prapavi politike apo jo? Prapavia politike është prej fillimit, sepse pompa patroni na ka ndihmuar rregullisht, pronari pompës patroni me çka kena pas për Partinë Demokratike,
Po kjo nuk ka të bëjë sepse javën e kaluar na kena pas Albin Kurtin në klubin tonë futbollit. Dhe me pasqen na si njerëz që e urrejmë njëri tjetrin nëse krijojmë urrëti ose krijojmë përçamje, na nuk e kishim lejuar Albin Kurtin marrë fare te klubi futbollit Malisheva. Po Bilbil Sokolin unë kam pas trajnerin e parë të futbollit në vitin 96-97 në klubin e Dykorrikut në Prishtinë. Dhe ka kërkuar mirësjellje, jam kandidat, a ka mundësi me pru kryeministrin, po i kem thonë pa pikë problemi, kërkoja votën së cilët futbollist. Edhe kujna do të qoftë kërkoja votën, veç ai zoti më mor votë. Edhe tash ti vjen atje, na e fjalë miradije, thu pronarët e klubit kështu, krena çosh vjen pronarëve të klubit, janë mbyll biznesin pa e marrë vendimin e gjykatës. Këto janë dy fytyra të një njerit pa fytyrë, që është do të rekurti. Po, na intereson që ka ndodhi edhe në stacionin policor, cilat janë pyetjet dhe arsyetime që ju dha juve për arsyetim, për arrestim kërkoj falje. Ata nuk dishin çka me bë. Ata metën të hamen sumë, se unë i tregojsha kështu është realiteti, ishin video, ti shishin, nuk po dim thëshin çka me bë. Kam prit më shumë se 1 orë gjys, deri kur kanë filluar me marr masën se çka me bë. Edhe më kanë dhënë një tiket, pa gjë, pa asgjë gjë, më drejtu me ankesë gjykatës, ose gjykata me vendos në të ardhmen në gjë ose në gjë. Pa ishte vetëm një intervistim që policia ka bërë me juve. Që nuk dishin as ata çka me bë. Po. Nuk dishin çka me bë, se unë nuk e kisha. Po, cila ishte kritika e tyre? Cili ishte arsyetimi i arrestimit? Këtë s'po e kuptojmë. Nuk dishin zdim, po më thoshin. Ata keni penguar punën apo diçka? Pastaj tha veç i ke thonë asojna nuk dal, tash nuk është e vërtetë që i kam thonë nuk dal. Tash unë këtë xhirimet i kam, tash mikrofonin e kam pas tërkuar në vendos. Tash unë i kam thonë kam të ndihmu. Thash, nëse ma jep të vendimin që na jem fajtorët. Po ju në video dëgjoni duke kërkuar arsye domosdoshmë që pse po kërkonte të largoj. Po gjithsesi, pra thoni që kjo e gjitha përfundoi dhe ndodhi pikërisht në kohë fushate, sepse ne kishim plan që sot ju të ishit këtu dhe që të flasim për fushatën tuaj. Po të ardhi ju isha. Apo të ardhi ju isha në kjo. Dhe na e pa mësafirin që ba arrestohet. Po të ardhi ju, rrugës të ardhi ju. Edhe nalen, unë ala mi po faktikisht. është dosh me arë për mes autostradës. Jo, për shku ka patroni. Për të dalë e tash, kështu kanë... Si përfundim, a është rënuar nuk di gjose në drejt, se mund të thërën marë drejt. Një komunikim me dajen e keni pas? Një komunikim me dajen, tani edhe ishte duke më thirë, po nuk po tas një diskutim asë i gjohë. Edhe drejt e këto. Kjo punë besoj do regulohet me institucione, besoj që... Po do të regulohet, se na nuk jem zullumqare. Na me pasqen zullumqare dhe me pasqen njerëzit më të poshtër këtij venet, na në vendimin e kalum e kishim shty me gjyks edhe kishim hap. Deri kur vjen vendimi i dytë. Po na kanë thonë me mbyllë, kena mbyllë. Edhe më këtu fatkeqësia në këtë rast është se pikërisht një njeri që po jep urdhër me mbyllë ka dhënë urdhër me hap këto. Është Xhelal Feqla. Në vitin 2017 na kur kemi bërë kërkesë natë te drejtoria aty ku ka qenë përgjithë, Xhelali kanë nënshkruar letër për hapjen edhe dhënien e kësaj prone. Po edhe një pyetje të fundit, edhe një pyetje të fundit, vendimi është marrë në vitin 2024 për me avnu Drynin nga Faton Peci që ishte ministri në Ministrinë e Bujqësisë, ndërkaq sot zotri Muja ishte prezant. Pse kjo? Kishte pak huti edhe për këtë. Cili ishte roli i zotrit Armend Muja sot? Po nuk e di rolit e Armend Mujës, nuk e di as çfarë roli ka në partisë vet. Po kjo është që është botë qëllimshëm prej fillimit edhe që është mbyllur politikisht, ajo nuk do komentim. E qartë. Po për ndryshe, tashti me ta dhoni njëri lejen, 2017 edhe me thonën sot mbyllë se s'po du, unë nuk e di, tashti shturohet pyetja tjetër, mas ti rasti, atë beson ai kush marrë me investu në Kosovë. Na a jena duke hap dyrt bizneseve me investu në Kosovë, aty janë mbyllë. Ta jep tokën shfrytëzim, investon rreth 2 milion euro, i shtin punë rreth 25 punëtor, edhe mas 4-5 vjetë i quhet aty Xhelali thotë mbyllë. Dhe qëndrim që vjen pikërisht nga bota e biznesit, sepse ne edhe më herët po flesim për çështjet ekonomike në Kosovë dhe si po funksionojnë, besoj që edhe fushata jote ndërlidhet me këtë, me çështjen e punësimeve të reja e kështu me radhë. Kështu që pak një prezantim të fushatës tënde për këto zgjedhje. Fushata ime fillimisht ka pas kritikën këtë ditë që ta njoftojmë opinionin e Gjon me domët që ka jenë duke u shkaktu këtij venit dhe ka filluar para 2 ditësh planifikimet të cilat e kem me dritën jeshile që do t'ja na ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hap për negocimin e marrëveshjes për thëngjillin që e kem këtu në Kastriot.
dhe ne me Partinë Demokratike ajo do të jetësohet, ku populli i Kosovës do të fitojë rreth 20 miliardë euro çdo vit. Edhe tash me ardhen e Bedri Hamzës të ato pare kam i pas qytetari i Kosovës. Ndërsa me Albin Kurtin kjo po shihet qartë që i ka prish çdo raport me Amerikën. E ke mbylli gazifikimin, e mbylli kontrglobalin, nuk të le aty me punu as me investu kur gjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kjo nuk është normale. Tash me pas 20 miliardë euro në Kosovë, çka bëhet veç me grantë për shembull bizneseve startupe. Po dhe ishte një video që po thuaj, do të thotë që qëllimi është që mos t'i lejojmë të rita që të ikin nga Kosova, marr parasysh për mbi 10% punëtorëve i kam kthy prej diasporës. I ke kthy nga diaspora. Kur në këtë periudhë të fundit ka ndodhur apo në këto vite? Këto mas liberalizimit të vizave që kanë ikën, i kam kthy. Se janë shkuar kanë provu nga një vit, pastaj janë kthyen. Kam edhe kandidat partive tjera që sot janë kandidat për deputet e kam drejtar të rjetit. Se keni problem këtë subjekte politike, qëllimi është e mira për vendin? Qëllimi është me Kosova, me ka në popullume, me shqiptarë këto. Jo me ligjin e Albinit që ka është të bo, mi pru 700.000 sërbë në Kosovë. Kur të vinë ty rrëth 700.000 sërbë pensionin, që shdo me marti? Ato kanë me t'i marrë edhe pensionit. Kanë me t'i marrë edhe taksa tua, pa dhonë kur gjë heq këto. Plus, nesër mas nesër kemi pas edhe 30 deputet, 40 deputet sërbë, që ti detyrimisht kime pas qeverisjen regullisht koalicionin me ta. Ajo që përkërkohet qëndrim nga kandidatë për deputet është që dalin terena, nëse kanë ndonjë ankesë për pushtetin në këtë rast që t'i faktojnë ato. Dhe këtë po e bëni ju, jeni gjatë gjithë kohës në teren duke bërë video. Dhe duhet të ndalimi të Graçanica, ishit aty nëse nuk gabohem dje, që kishit bërë një video për përdorimin e dinarit. Si pas juve, dinari vazhdon të përdoret në Kosovë? Jo si pas meje, po cilin do kandidat vetëvendosjes. Në shtazin ata, po me ju dy dalë me bëjmë bashkat provë. Edhe nëse nuk i morën dinart, kudo që i jellojmë, unë javë dorëheqje këtu publikisht prej politikës edhe nuk do të marrë asë një hapë më me investu në Kosovë asë i gjo. Në Kamenic nuk kam shku për dore dinari, në Shtërc nuk kam shku për dore dinari, në Fush Kosovë e kam dëshmu, në Uglar, këto Çaklavic, Llapnasel, Graçanic dhe krejt veriu përdore dinari. Bili janë edhe disa lokale që nuk kam pas dëshirë me oqit emrat e lokaleve që nuk janë sërpen shqiptar që e përdorin. Kam rastis edhe asi 4-5 lokale që e përdorin dinari. A hezitonin? Fillimisht që nuk hezitonin fare. Nuk hezitonin fare. Sa kështë të pagjes, sa që më kanë me që të dinar, a bënë me pagu me dinar, po bënë. Dirja fundit ishe paracetamol, për këj bljeve paracetamolën? Për Albin Kurtin. Pse për Albin Kurtin? Se nesër më shkojnë zveçan e hekja tabelin atje me në gjitë. Se disha që kam edhim të krytë. Për ata e kom ble. Okej, po qëndrëm, duke pasë të bindje, qka prodojnë? Po Vadihova po shkojnë me hekja të në zveçan atje. Në që ku i kemë, dalë me bashkë të. Që i interesu me i hypëm kamerës, live shkojna, kërejt institucionet paralele këtu prej të jenë 2 kilometra. Kërejt hapjen. Me shkollë, me qerdhe... Po pëse është bë kjo më herët në qeverisën e Partisë Demokratike të Kosovës atëherë? Pse është problematike kjo punë, se është desht në para Partisë Demokratike të Kosovës, jo me qenë 1% e popullit shqiptar në luft, po është desht me qenë dikun janë 20-30%, edhe me kry luftën qyshe kanë kry Kroat, qyshe kanë kry Bosnjakt, qyshe kanë kry Slovent, me kry krejt popullit, dhe jo me prit për 1% me bu diçka më të madhe. Dhe kur hynë negociatave na kena pas pikërisht kundërshtarin kryesor kundër pavarësisë Kosovës, Albin Zullumçarin, i cili regullisht i ka 2 dëshmor të kombit sot, e ka Arben Gjeladinin dhe Mon Balen kundër pavarësisë Kosovës me 10 shkurt, dhe pastaj ai fillimisht vetëvendosja është ndrua emrin në lëvizjen Kan, e cila është hap në vitin 97 që ka kërku bashkërimin vllaznim, se njerëzit po i harrojnë këto. Atëherë ka kërkuar me pas mirëqenie mes shqiptarëve dhe serbëve. Ka qenë kundër luftës shtrirëmtare, ka qenë kundër këtij vendi prej 97-s deri me këtë Rikallën apo nëse s'gaboj. Me emrin në 2004 kur janë ndroi emrin. Pavarësisht dhe sot i njëjti njeri, sot duhet me ditë qytetarët e Kosovës, na sa kilometra katror e kemi mësuar shkollë që ka Kosova. Sa bëta shpytje? 10.887 kilometra. Sot, mas mashtrimit, që na ka bo Çakoli, na e kemë 10.907 kilometra katror Kosovën. A kena humb me Çakorrin, as kena humb me Çakorrin. Do të thotë na kena kilometra katror ma shumë mas ratifikimit Çakorrit. Këtu është një rend që na ka ardhur rregullisht
Pas rrënës së qakurrit, na kena pas problemin me kontroll globalin, që kena pas rrymin e garantuar prej 80-ëve. Ka dalë Jeta Xharra me komplet gardën e saj, e cila dihet ku e ka bërthamën e saj në Beograd, ku financohet me djumi saj. Pe Beogradit. Mos ju shumë aktiva pas këtyre debateve të kaluara, se edhe ty të shërben më shumë që të flasësh për tani. Çka duhet të bëjmë për me? Po vetëm tregom, a keni pas më na ankesë për ajrin? A kena në gjitë në i filter më në kesh? Ky qytetari i Kosovës po e voton pikërisht këtë person, Albin Kurtin, tash e disa vite. Po, dhe pyetja konkrete është. Ka kërkruar një shpresë. Ka mendu se është të e gjeta të shpresë. Janë pagu me mediume, me qindra të thonën se këta po e bëjnë qëllimisht për vete. Sot, qytetari Kosovës është duhet me ditën se në kohën kur është bo kontrol globali, na e kena posë rryme të garantume. Një përgjigje dhe para pak muajve, nuk është që po flasin për një periudhë shumë Unë po flasë për periudhën ku kam hy vetë dhe ku zotohem vetë, në kry punë për popullin tam për ty. Besoj që pyetjet e Amiret janë për atë. Pavarësisht bindjeve, pavarësisht këtyre epiteteve që vazhdimisht i ke në momentin kur e përmend Kurtin, kryeministrin në detyrë, pyetja për ty është çka mendon nga kjo që po shet? Ç'do të prodhoj 7 qershorin? 7 qershorit do të prodhoj një reflektim të ri dhe një ndryshim të ri dhe shoh fitoren e padiskutueshme të Partisë Demokratike të Kosovës. Sepse fryma është duke u pa në qytet se mërgjimtarët nuk janë për lemush, se Allah ka 50 cent zbritje për tiket, dhe su cili mërgjimtar, unë një plot mërgjimtar, jalojnë ka 5 euro dhe tërë, aty ka e bjen tiketën bakshish. Ata nuk ka nevoj për 50 cent, ata ka nevoj në me qenë une, nesër në qeveri, nuk i jap 2 milion, po jap 20 milion për diasporën. Po i jap në shkolla, i jap në aktivitete kulturore, ku ata e rujnë gjuhën, e rujnë traditën dhe i rujnë veshjet tona kombëtare. Po e thua që PDK-ja do të vjen në pushtet? Po PDK-ja do të vinë në pushtet pa diskutim. Dhe grandet që shjepin 2 milionerë për tiket, unë ato e kam thonë se ato e kam marrë një aviacion komplet që i ka blerë një televizion Kosovë, për me bo marketing aty. Po parët që na për diasporë na jem gjeni mi thonë edhe 20 milionerët, po jemi i thonë për aktivitete kulturore. Jo për 50 cent tiket për shjeve shnjani. Nuk harron diaspora për këtë përmëtim. Diaspora një, se personalisht kumbo aktivitete kulturore me vetë financim për para për mërgatën tonë të dashur. Sepse me ta jem të pandashur me ta. Na nuk jem ku me shku, 95% familjes e kam në Evropë. Absolutisht, është pjesë shumë e rëndësishme. Pjesa më e madhe familjes tanë jeton në Evropë. Pse jeton në Evropë? Për shkak të kushteve cilat nuk i kem pas shumë të mira në vendin tonë, kanë kërku me dalë me një jetë më të mirë, nuk është që e kanë gjithë. Nuk është që e kanë gjithë, me gjithë të cilin që rrithat, veç le të kryohen kushtet edhe le të kemi sigurinë në sot tema. Mirë që ndrejmë, mirë që ishe sot, mirë që ishe sot, se besoj që janë shqetësu dhe familjarët edhe miqtë tu pas atyre videove që janë shpërdojnë në rrjetet sociale, edhe ishte mëse duar një sqarim për të kuptuar se çka realisht ka ndodhur, po do të flasim pak për fushatën, pse jo, sepse... Në mendoj që asë që e kështë menduar që duke arë në mision, do të shkojnë në polici. Asë nuk e kisha menduar, se kjo është një gjo ma banalja mundshme. Se nësë ata i kishën pos dokumentat, nuk ishë orë deri aty, nuk kanë pos fara dokumentat aty, është krejt qëllimshme, na në vend se me folë për projektet madhore të cilat do të publikohen këto 2 ditë për liçenin e Anamoravës, se komplet Anamoravën e kemë pa ujtë pijes, duke njës prej Ferizajt, Vitijës, Gjilanit, Kamenicës, nuk kanë ujtë pijes. E kam projektu një projekt që do të dalë këto 2 ditë. Okej, do t'jemi këtu për pasi dalin. Liçenin e Drinit, ku e kemë problem ujtë pijes Malishevën, Klinën, Ravecën, që s'kan ujtë pijes. Liçenin e Rrugovës, të gjitha i kam planifikuar dhe si do të duken, për të cilat do të lubojt që qytetarët e Kosovës të kenë edhe ujtë pijes, edhe të kenë mundësi një vadit edhe arat e veta, ku jenë pjesa ma e madhe fusha që mbyllin, ato fushat të cilat sot na i kanë bo Albinin pumpat benzinës. Shumë mirë që ka projekte, natyrisht këtu jemi edhe kur dalin dhe qytetarët do të kenë mundësi ti lexojnë dhe ti shohin. Faleminderit shumë për sot. Faleminderit edhe ju. Dhe mos bëhen marak se njëtë se kemë dërzu, edhe arrestimeve nuk i frigohemi. Na kemë vendos me ndryshu Kosovën, me ndal krizën, edhe me vazhdu e me hecë për para, sepse njerëzit ka nevoj për hapjet vendeve të punës, njerëzit ka nevoj në garë elektorali me pa projektet mëdhaja, dhe jo me pa skandale, dhe jo më që me mashtru njerëzit duke jo hedhë hi syve, ose të i thonë pja që s'ka i qinerë, ose kështu ose ashtu. Njerëzit ka nevoj me dyfishu pagën, ka nevoj me pas gjanat ushqimore që sot kur flasim mi krahasu gjanat ushqimore këtu me Zvicër, me në Gjermani, ne kemë sa në të mashtrejtë se ta.
ndërsa paga mesatare në Kosovë është 700 euro dhe atje fillon prej 2200 deri në 3000 euro. Këto nuk e di si po ja dalim. Kjo është pyetja më e Po, një pyetje që parashtrohet shpesh, si po dilet në këto shtrejtime. Faleminderit shumë që ishe sot. Faleminderit edhe ju. Kënaqësi që ishim këtu me ju.